Pas shfuqizimit të balancuesit 8 muaj më parë nga gjykata kushtetuese, është rrezikuar përfaqësimi i drejtë i shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Partitë shqiptare në opozitë akuzojnë se në konkurset e fundit, raporti i pranimeve është 20-0 në dëm të qytetarëve shqiptar, kurse koalicioni Vlen ka njoftuar sot se 38 shqiptarë janë punësuar në sektorin e librave am. Për çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve u përplasën në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, pushteti dhe opozita shqiptare. Disa herë u deklaruat se jeni duke punuar intensivisht në këtë ligj për ta bërë ligjin më të mirë dhe për ta bërë në përputhje me ligjet aktuale dhe Kushtetutën e Republikës Maqedonisë së Veriut. Bile dje kishit inspiruar edhe kryeministrin, i cili e vazhdojat vazhgën e Vlenit, duke thënë se jemi të e bë ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe një vit kaloi duke e bë atë ligj. Juve sikur ju ka kap një lloj amnezie si BDI, por qytetarët nuk vujnë nga amnezia. Ne e dim mirë se kush jemi, e dim mirë se çfarë keni bërë në lidhje me çështjen e përfaqësimit drejt dhe adekuat, ku vazhdimisht, si në çështjen e gjuhës, si në çështjen e decentralizimit dhe të gjitha çështjet tjera që janë bërthama e marrëveshjes së orit apo shtyllat e marrëveshjes, ju keni sjellur improvizime të njëpasnjëshme. Kryeministri Hristijan Mickovski paralajmëroi ndërkohë se ligji për përfaqësim të drejtë do të jetë gati më 24 qershor. Sipas tij, pas kalimit në Komisionin e Venedikut, ky ligj do të dorëzohet në Kuvend për miratim. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shqiptarët duhet të përfaqësohen në institucione me 29.52%, shifër kjo me të cilën kanë dalë në regjistrimin e fundit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut.